Ora 13. Radio Tirana. Lajme. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar ditën e sotme gjyqtarin se si antar të gjykatës së lartë, bashkë me ngresin gjykata e lartë bëhet me 13 antar nga 19 antar që duhet të ketë në total. Në njoftim thuhet se duke pasur vullnetin e plot për plotësimin e gjykatës së lartë, Meta ka vendosur të dekretojë pavonesë për pranimin e propozimit nga ana e kolegjisë. 3.4 vite burg kërkoi prokuroria e posaçme për ishte kryetarin e Bashkisë së Lulshës Fatos Tusha të vënë në akuzë për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. SPA kërkoi përballë trupës së gjykatës së posaçme edhe përjashtimin për 5 vite nga e drejta për të ushtruar funksione publike. Ndërkohë akuza kërkoi dënimin me 2 vite e 8 muaj burg për Gentian Ushin dhe përjashtimin e tij me 3 vite nga e drejta për të ushtruar funksione publike. Ish kryeministri Sali Berisha ka kërkuar sërish sot ndërprerjen e aktivitetit të Roj Shushunja të vjedhjes së Ramës. Pas apelit drejtuar qeverisë për të ndërprerë veprimtarinë e bordeve, Berisha ju kërkoi sot antarëve të tyre të dorëhiqen. Bordet u ngritën me qëllimin e vetëm për të diktuar çmime stratosferike. Kërkojnë ndërprerjen e veprimtarisë së tyre, u bë thirrje antarëve të bordit të japin dorëhiqjen, u shpreh Berisha. Një zjarr ka përfshirë një sipërfaqe me shkurrë e ferra në rrugën e Burrelit në hyrje të qytetit të Krujës. Mësohet se në zonën që zjarri ka banesa dhe biznese, të cilat rrezikoheshin nga flakët. Fal ndërhyrjes në korrekor të zjarrfikses, u bë e mundur lokalizimi i zjarrit duke evituar dëmet që do shkaktoheshin nëse flakët do avanconin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonia e Veriut mbajtën për herë të parë një dialog strategjik me fokus thellimin e bashkëpunimit në nismat rajonale, mbrojtjes dhe sigurisë. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken gjithashtu shprehu mbështetjen e Washingtonit për ndërsimin e Shkupit në Bashkimin Evropian në fund të qershorit. Liderët e Bashkimit Evropian do të mbledhen për të vendosur nëse do të përcaktohet një datë për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë se përgjatë 100 ditëve luftë Rusia po zhvillon një luftë të pajustifikueshme. Ajo ka ripërsëritur mbështetjen e BE-s ndaj Ukrainës. 100 ditë më parë Rusia nisi luftën e saj të pajustifikuar kundër Ukrainës. Guximi i ukrainasve kërkon respektin dhe admirimin ton. BE është me Ukrainën, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen shkroi në Twitter. Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash. Unë dhe drejta ligjore. Sa I njohim ligjet. Unë dhe drejta ligjore. Nga Blerina Hamzollari. Kush hap radion, hap mendjen. Hap zemrën, kuledhën, këndi I ronit, mes argëtimit, muzikës, diskutimeve dhe informacionit. Nga e hëna në të premte, ora 15:30 në Radio Tirana 1. Hej, merr edhe një buzëqeshje me vete. Nëse nuk e ke, do ta gjesh tek ne. Në orën 1:15 me hitet më të zgjedhura të viteve 70-80. Radio Hits nga unë Mr. Cool. Radio Hits. Dita nis me Ju flet Tirana. Luaj, fito, argëtohu. Steam Quiz. Nga hëna në të premte. Steam Quiz. Në Radio Tirana 1. Steam Quiz. Me Veko Tusha.